Përplasje të reja për branitellat dhe ish ushtarët e UÇK-s në Komisionin për Politikë Sociale në Kuvend. Duke tentuar të vendosë në votim rendin e ditës, kryesuesja e komisionit Imerlie Saliu u përballë sërish me deputetët e LSDM-s, të cilët kërkonin që në rendite të shtohet edhe pika për propozim ndryshimet e ligjit për branitellat. Saliu nuk pranonte një gjë të tillë me arsyetimin se ajo është caktuar të udhëheqë seancën për vetëm një pikë. Deputeti i Vlen, Riad Shaqiri, i tha Spasovskit se pa përfshirjen e ish ushtarëve të UÇK-s, ky ligj nuk kalon. Kërkoi që seanca të shtyhet. Këto e bani vetëm për të poentuar politikisht, sepse juve as pak nuk ju intereson as halli aty në familjeve, as halli aty në personave të cilët kanë qenë të përfshirë në konfliktin e vitit 2001. Unë edhe një herë po ju potencoj se këtu ky ligj nuk kalon përderisa nuk janë të përfshirë edhe ish ushtarët e ushtrisë çlirimtare kombëtare. Përndryshe, në vazhdimsi do të kemi një problem dhe përgjegjësia për mos kalimin e ligjeve në rendin e ditës do të jenë quajet. Pas një ore pauzë, LSDM vendosi të mos hyjë më në seancë. Deputeti Spasovski njoftoi se drejtësinë do ta kërkojnë përmes kallëzimit penal dhe gjykatës kushtetuese. Do të dorëzojmë kallëzim penal kundër kryesueses së komisionit, zonjës Imerlie Fetai Saliu, për shkak të shkeljes së rëndë të rregullores dhe të drejtave të deputetëve. Njëherët do të ngrem edhe nismë deri tek gjykata kushtetuese, me çka do të kërkojmë të vërtetohet shkelja e të drejtave të deputetëve, u shpreh Oliver Spasovski nga LSDM. Ai theksoi se kryetarja e komisionit Fetai ka shkelur rënd rregulloren e Kuvendit, konkretisht nenin 131, me të cilin e ka shkelur drejt për drejt rregulloren e Kuvendit, duke mos lejuar, siç tha, hapjen e debatit për draftin e rendit të ditës, e as mundësinë e ndryshimit dhe plotësimit të rendit të ditës të Kuvendit. Sipas Spasovskit, ky është një sulm i paprecedent ndaj demokracisë dhe shkatrim i demokracisë.